Kemi. Të nderuar qytetarët Republikës Kosovës, nderuar deputet Kuvendit Republikës Kosovës, ky frikacako veç vjen e lëshon një grusht miza dhe x, ju shpeshen një astash nuk është këtu. Edhe kështu. E para, deshta me falenderu, prandaj. Sali Zyba, apo të kruan dham, ty me dalë me mbroj, por nuk është me të po këtu e me të shpërblim. Fal. Apo kuptan? Sali Zyba, nuk është këtu me të një me ta jep në pozitë, se ti ki qef mu kalzu para ti që e dëmë fort edhe mbrum, për sot ka ik dita. Edhe të lutem mos ndërhy. Kryesus apo mon që të si edhe këthemi minutat prej fillimi, për deri sa nuk nalen ata. Lyp ju që të si. Të dashur qytetarët Republikës Kosovës, u dola me falenderu, me që lipi një falenderim. Zotë Kurti, me falenderu, që për çdo ditë më shumë po na ndihmon me shpërfaqë fytyrën e Albin Kurtit vërtet. Edhe sot në këtë seancë e dha një kontribut të jashtëzakonshëm në shpërfaqjen e një realiteti të cilin ai e përfaqëson. Sot në Kosovë nuk është problem nafta, çmimi i naftës, as nuk është problem çmimi i energjisë, as i bukës, as i vajit, as i qumshtit, nuk ka probleme më të mëdha sot. Strumbullari, kryesori probleme është qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti. Ky është problemi kryesor dhe i vetëm. Pa u je ky njeri prej qeverisë, nuk zgjidhet asnjë problem. Asnjë problem nuk zgjidhet pa u je Albin Kurti. Prandaj, dashur deputet të opozitës, ka të flasëm na, dhom ekspertiza, dhom ide, dhom leksione se si zgjidhen problemet, nuk është interesuar me zgjidhje problemen. Sepse ky lutet çdo ditë me pas kriza në Kosovë, se ky veç në kriza mbjeton. Veç në kriza ky mshefet prej pafësisë së tij. Se ky me një sistem normal, me një shtet normal, demokratik, të mirëfillt, me zhvillim, ky nuk din me funksionu. Sinonimi kësaj qeverie është ura Saradronit. Këtë janë mundu prej mëngjesit me nashit men se kanë bo diçka në këtë vend. S'kanë bo kur gjytë që 6 vjetë, veç kanë vjedhë. Veç kanë vjedhë dhe kanë keq përdor, kanë abuzu, gjdo kund ku kanë prej këta kanë abuzu. Këta nuk din me punu, këta din me vjedhë, din me keq përdor, din me abuzu. Me mëngjes, kur e nërë këtë kuvend, na të regun që këta nuk janë të interesun me zgjedh problemin e çmimit të naftës. Një qeveri e cila don me zgjedh problemet e qytetarëve, don me zgjedh problemin real të naftës, nuk e qet Rozeta Hajdarin me përfaqësu grupin më të madh qeveritar. Rozeta Hajdari, e cila i ka hongër gjitha rezervat e grurit Kosovë. Nuk mundet Rozeta Hajdari me zgjedh problemet e qytetarëve, se ka me hongër. Rozeta Hajdarin ma shumë e shohin bankat të gjykatoreve se sa që e shohin bankat kuvendit. Prandaj, vetë sjellja Rozeta Hajdarit këtu, me fol në emër të partisë më të madhe në pushtet, ose koalicioni qeveritar, tregon sakt se kjo qeveri, ky njeri, nuk interesojnë problemet e qytetarëve, nuk interesojnë hallet e qytetarëve. Dhe dua ta përsëris, problemi kryesor këtë vend është Albin Kurti. Pa je Albin Kurti nuk ka rahatin këtë vend. E po, prap qytetar dashur, nëse ju mendoni që duhet prap dilni votoni. Sa herë shkojnë në zgjedhje votoni njërin e njëjtë. Ama dhe nas kena munduar të ju tregu kush është ky njeri. Ky njeri i cili veç dami ka sjell këtij vendi. Ky njeri i cili çdo gjë që ka prej në këtë vend e ka shkatruar. Sot qasja e deputetëve të mazhorancës në këtë kuvend flet shumë mirë për gjendjen që ne kam pru Kosovën. Ky ka qef me lu me shifra, me tregu pralla, po e keni pas sa herë ballafaqohet me realitetin ky gabon, ja huq, çysh ka huq me detyrat matematikore të klasës 5 atje. Tha edhe pse sot jena pak, prap jena ma shumë. Jo, nuk jeni ma shumë, sepse jeni 1% e grupit parlamentar, ndërsa na jemi mbi 50% grupit parlamentar prezent. Dhe nuk është përgjithësi e opozitës me bërë në këtë vend. Përgjithësi e pushtetit, ta ka jep qytetari pushtetin me qeverisë, ta ka jep qytetari pushtetin me
i zgjidh problemet. Ta ka jep qytetari pushtetin me qëndru pranë tyre në kriza dhe jo me i braktis. Këta nuk e dinë sa është çmimi i naftës, sepse shetiten me gjipat zi. Këta nuk i shohun na, ata na shohin neve. Kështu e kishin propagandën dikur. Dhe ky njeri është i rrezikshëm. Nuk po thot Ganimete Musliu, e ka thonë presidentja e Kosovës. Aleatja saj, me cilët kanë hongër, kanë pit bashkë, me cilën ka bashkëpunu dhe kur u kapën për një karrikë ja qiti helaqet duq. Vesh me naftë, mu ish me lidhë dëqysh, bën mirë, për ndryshe vazhdo. Sot, ju muni edhe me u zgërdhi. Po qytetarët e Republikës Kosovës po vullë. Ja u keni në gjitë lakun fyt qytetarëve. Nuk është mo problem veç nafti, problem është Albin Kurti, i cili ka mision me shkatru Kosovën, me shkatru çdo gjë që është bën këtë vend. Faleminderit zonja Musliu, fjalën